Protestat në Shqipëri të nisura në dhjetor 2025 pasqyrojnë pakënaqësi të thellë publike ndaj korrupsionit dhe mënyrës së qeverisjes, por nuk pritet të sjellë ndryshime të menjëhershme në balancën politike në vend. Sipas analizës së gazetares Maria Stojanovic, demonstratat janë nxitur nga akuzat për korrupsion në nivelet më të larta të qeverisë dhe nga kërkesat për largimin e kryeministrit Edi Rama. Një nga çështjet kryesore lidhet me refuzimin e parlamentit për të hequr imunitetin e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e akuzuar për manipulim tenderash dhe shpërdorim fondesh publike. Protestat janë shoqëruar her pas here me përplasje me policinë, ndërsa opozita, e udhëhequr nga Partia Demokratike dhe Sali Berisha, akuzon qeverinë për kapje të shtetit dhe kërkon krijimin e një qeverie teknike për zgjedhje të parakohshme. Megjithatë, analistët vlerësojnë se këto zhvillime nuk përbën një krizë të thellë politike. Afrim Krasniqi nga Instituti i Studimeve Politike thekson se protestat mund të rrisin presionin publik dhe vëmendjen ndërkombëtare, por nuk rrezikojnë shumicën parlamentare të qeverisë. Sipas vlerësimeve, opozita mbetet e fragmentuar dhe me probleme besueshmërie, çka e kufizon aftësinë e saj për të kthyer pakënaqësinë publike në presion politik efektiv. Në të njëjtën kohë, zhvillimet kanë ngritur shqetësime për ndikimin në procesin e integrimit evropian. Përfaqësues të BE kanë theksuar se sundimi i ligjit dhe lufta kundër korrupsionit janë thelbësore për anëtarësimin, ndërsa funksionimi i pavarur i SPAK konsiderohet kyç. Analistët paralajmërojnë se nëse nuk ndërmerren hapa korrigjues, Shqipëria mund të përballet me vonesa në negociatat me BE-n. Nga ana tjetër, përparimi formal në procesin e integrimit nuk garanton domosdoshmërisht përmirësim real të standardeve demokratike në praktik. Në analizë thuhet se protestat aktuale nuk pritet të rrëzojnë qeverinë, por ato evidentojnë një problem më të thellë, hendekun mes institucioneve dhe qytetarëve, si dhe sfidat e vazhdueshme të shtetit ligjor në Shqipëri.